Kemi filluar me 200 marka gjermane, ato kreti kemi pas. Sa të punën mund baba dhe vllai, nuk ka qenë ideja me bo një fabrikë. Kemi diku qarkullim total deri në 7 milion euro brenda vitit. Mbështetja në Zotin. Ajo do më thonë ka motivue. Shënjestër.net. Ne kemi pas probleme me financa në shtëpinë tonë, po flasim vitet e 90-ta. Baba im ka qenë i burgosur politikë dhe është dashur të bëjmë diçka. Kemi pas një depot materialit ndërtimor, pastaj kemi pas një depot pijeve. Në depën e pijeve shumë tregtar, dyqan-gji që kanë marrë madhra, kanë pas edhe suxhuk, nga cila më ka lindë ideja se ne mund të prodhojmë suxhuk që mos vjen suxhuku nga Shkupje, nga Serbia. Edhe atëherë unë ja kom prezantuar babës tem. Kom thënë se bab, a mundi me bëna suxhuk, pasi se shumë suxhuk po blejnë njerëzit. Ai më ka thonë po. Sa të punën mund baba dhe vllai, nuk ka qenë ideja me bo një fabrikë. Kemi filluar me 200 marka gjermane, ato kreti kemi pas kret. Pastaj kemi pas një ndihmes nga daja i babës tem. Para luftës ne kemi pas 8 vjet kemi punuar në kompani. Unë, prindi jem, vllai, edhe kemi pas edhe 5 punëtorë të tjerë. Inspektorati asaj kohe nuk na kalon neve të punojmë sikur miqtorët e tjerë. Ka qenë shumë vështirë se në fillim ne nuk kemi ditë dhe kemi marrë njerëz që na mësojnë, na kanë mësuar, edhe ka qenë problemi se në vend se të fitojmë ne kemi humbur parë në fillim. Mirë, por nuk kemi dëshpëruar. Pastaj filloi puna të realizohet pak më mirë, pak të mësohemi të bëjmë shërbime, të bëjmë suxhuk për të tjerët, edhe përmirësojmë gjendjen, kështu që në vitin 1997 kemi arrit atë projektin ideor, cilin e kemi bën si projekt, kemi arrit me e bën real, edhe kemi ndërtuar thertorën, edhe kemi bërë regjistrimin e thertorës për therrje, coptim edhe përpunim të mishit në territorin e Kosovës, sektorin privat. Pas luftës kemi filluar shumë me vështirësi. Atëherë në 2001 zgjeruam shitjen në Prishtinë, edhe shkoi shumë mirë. Më pas filloi etapat ndryshme të zhvillohet kompania. Edhe në ditë sotit kemi arrit me i pas 85 punëtorë. Kemi diku qarkullim total deri në 7 milion euro brenda vitit, 6 deri 7 milion euro. Shumë mbi 10 tonelata në ditë i prodhojmë, domethënë produkte të mishit. Allah i xhaleshanu, Allah mbështetja në Zotin. Ajo domethënë ka motivue, edhe nuk ka ndodhur një herë në kompaninë time që unë domethënë ta prodhoj edhe një kebab që cilin se ha vetë edhe se konsumon familja. Po kemi ne domethënë përveç që e kanë pagën e rregullt. I kanë edhe 14 paga, edhe 2 paga plus gjatë vitit. Domethënë i marrin 14 paga në sajt angazhimit tyre. Domethënë kanë për detyrë të angazhohen që të japin kontribut për ta fituar edhe pagën e 14. Ne e kemi bërë një farë shpërblimi për të gjithë punëtorët që do të kenë lindje të fëmijëve. Sa herë ka një punëtor lindje, qoftë femër ose mashkull që i ka lind fëmijë, kur e sjellin certifikatën e regjistrimit të fëmijës, ne ja japim nga 1.000 euro si shpërblim për ato nëna. Qëllimi im ka qenë nuk është krijimi i pasurisë individuale që unë ta kem një luks. Luksi im është një motor me dalë në bjeshk, me dalë me bagi, mishetit bjeshkët, domethënë me u kënaq me natyrën, me u kënaq me ato që ka krijuar Madhi Allah. Shënjestër.net